Politikat shtetërore në Kosovë sot duket se po i mbështesin më shumë gratë e pa puna, por për një zhvillim të mirëfillt ekonomik duhen politika që fuqizojnë gratë ekonomikisht. Këto ndryshime duhet të ndërmerren me prioritet të lartë, thot Sajide Mustafa, drejtoresha e Forumit Ekonomik të Grave gjatë një interviste me 4 Orë Media. Viteve të fundit më shumë kemi një mbështetje për gratë që janë të papuna se sa ato që janë në tregun e punës, dhe për neve është shumë e rëndësishme me i fuqizu politikat në tregun e punës, me i hap më shumë dyert për gratë që po studiojnë, sepse në anën tjetër kemi më shumë vajza, më shumë gratë që po studiojnë, që tash përqindjet pra janë te kalu më shumë se djemt ka vajza që studiojnë, ndërsa kur vinë në tregun e punës politikat janë shumë të papërshtatshme, nuk janë në favorin e tyre. Ajo paralajmëron se mungesa e politikave të parabarta nuk ndikon vetëm te gratë, por edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Dhe kjo është një pengesë shumë e madhe, jo vetëm për gratë, por në përgjithësi kjo po ndikon në zhvillimin ekonomik të vendit, se pa i pas politika të barabarta, do me thonë, në tregun e punës, ne të paktën po hupim edhe në përfitimin ekonomik në GDP në shtetit. Në këtë aspekt, sepse sa më shumë gratë që kemi të punësume, ato gjenerojnë taksa, gjenerojnë edhe kështu ka një cirkël, do me thonë, që ndikon në zhvillimin ekonomik. Mustafa thot se gratë në tregun e punës ende përbëjnë vetëm 25% dhe kjo duhet të ndryshohet. Sa i përket grave në tregun e punës, na i shohim vetë statistikat dhe ato na tregojnë, do me thonë, çfarë diskrepance ke, nëse ende kemi vetëm rreth 25% të grave aktive në tregun e punës, e 75% jo aktive në tregun e punës, kjo tregon që ka me të vërtet një çështje shumë e madhe që ende nuk po adresohet në tregun e punës. Tani, a ka informalitet në këtë 75% që në grave jo aktive? Ne mund të themi që ka, po nuk e kemi analizu, prandaj mund të themi a është 50%, a është 60%. Në një treg pune ku gratë vazhdojnë të përballen me bariera strukturore, nga pushimi i lehonis deri te çasja në financa dhe punësim të qëndrueshëm, Forumi Ekonomik i Grave që udhëheq Sonja Mustafa po përpiqet ta kthejë fuqizimin ekonomik të grave në prioritet politik. Forumi u krijua për të bashkuar organizata dhe ekspertë rreth një qëllimi të përbashkët, ndryshimin e politikave që ndikojnë drejt për drejt në jetën ekonomike të grave. Forumi Ekonomik i Grave lindi si një ide e bashkimit të disa organizatave me qëllimin e fuqizimit të thirrjes dhe zërit të grave në një vend, do me thoni organizatave që portfolion e tyre trajtojnë çështjen ekonomike. Kjo u pasi një domosdoshmëri për të fuqizuar avokimin në një vend, pra përmes Forumit Ekonomik i Grave, në mënyrë që të shtyjmë më tutje kërkesat apo nevojat që gratë jasin në tregun e punës, apo qoftë edhe gratë ndërmarrëse, cilat janë ato bariera, cilat janë sfidat që ato i përballojnë gjatë rrugtimit të tyre, në mënyrë që ne më shumë edhe më lehtë të arrijmë deri si një zë i fuqishëm për brenda të arrijmë në komunikim me politikë bërësit për me mund me ndryshu gjërat në këtë aspekt. Forumi Ekonomik i Grave nuk përbëhet vetëm nga organizata që merren ekskluzivisht me të drejtat e grave, por nga institucione të ndryshme që ndajnë të njëjtin fokus, fuqizimin ekonomik. Ka një diverzitet në mes të fushave që organizatat që janë anëtarë të Forumit Ekonomik të Grave i trajtojnë në portfolion e tyre të funksionimit, dhe ky aspekti ekonomik neve në ka bë bashkë, pra. Së bashku ne të gjitha e trajtojmë fuqizimin ekonomik të grave si një zë nëpërmjet Forumit Ekonomik të Grave. Një nga qasjet kryesore të forumit është avokimi mbështetur në evidencë, që nga themelimi organizata ka hartuar studime dhe analiza për të identifikuar barierat reale me të cilat përballen gratë. Një ndër dokumentet kyçe ishte Agjenda Nacionale për Fuqizimin Ekonomik të Grave, e cila identifikoi sfida që sipas Mustafës mbeten ende aktuale, sidomos barra e kujdesit familjar dhe dispozitat e ligjit të punës për pushimin e lehonisë. Sepse bara e përgjegjësisë për pagesën e lejes së lehonisë ende bie në sektorin privat, dhe për këtë arsye ne ende kemi anomali të tilla ku edhe nuk mbështetet apo nuk mbulohet leja e lehonisë dhe gratë detyrohen që në muajt e 6 apo të 7 nuk ju vazhdohet kontrata siç na ndodhi edhe tash së fundmi, apo edhe shumë raste tjera që absurditete. Mustafa thot se mënyra e punës ka ndryshuar pas pandemisë
dhe ligji duhet të reflektojë modele fleksibile si puna hibride apo orari i pjesshëm. Sipas saj, fuqizimi ekonomik i grave nuk është vetëm çështje barazie gjinore, por domosdoshmëri për zhvillimin e Kosovës. Andaj edhe i fton institucionet e reja që të kenë me prioritet të paktën 4 veprime, si përfshirja të dhënave statistikore të ndara sipas Gjinis, ndryshimi i ligjit të punës, mbështetja shtetërore për pagesën e lejës së lehunisë, si dhe avancimi i buxhetimit të përgjithshëm gjinor.